Për rrugën Peraj-Rushaj me gjatësi rreth 1 kilometër që shtrihet në njësinë administrative e Kastrat është trajtuar disa herë nga mediat për gjendjen e mjerueshme. Ky segment rrugor që lidh qendrën e qytetit Bajs me superstradën Shkodër-Hanihotit është në një gjendje të rënduar, e mbushur nga gropa dhe pellgjet me ujë. Mungesa e infrastrukturës rrugore në këto dy lagje të Bajsës në ditët me reshje vështirëson qarkullimin e automjeteve dhe kalimtarëve. Ku më shqetësuese është për nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Prek Gjoni dhe gjimnazistët Dod Kaçaj. Rruga është e tmerrshme, ka gjëna për fëmijë për të shkojnë në shkollë. Është tërp me pakush me nën këtë vetëm inshallah pe godrisit. Është dëdrueshme me mos se s'bën këtë rrugë. Fjala më e shkurtën me thon no comment. Këto vetëm ai që edhe i verbri e dallon me kam se jo me se e shef rrugën. Më mjeru me nuk ka. Inshallah po vetë dorë. I bojmë thirrje ata që e ka në dorë, dëven dorë mi këtë lagje. Se le që po prish me makinerit, po thejnë edhe kam shkur ka ecim natën. Ditë me shi du të me marrë varkat me qofë me në shkollë. Rrugë shumë e keqe. Dimnit është balt, ujë, verës, ampluhen, sidomos për fëmijë shkollës, është gazepi verë, se na blokot rruga ka herë edhe këtu ma për parat, e nuk unë kalojtë që me kalua o me karroc ose me makinë. I bojmë mirë gja kryetarit komunës, bashkisa, kush është, ne përpundojmë këtë rrugët, ne godisin se 500 metra rrugë janë. Bollon është për fshatarët, e kësaj lagje si vim natën e ditën, bollon edhe për fëmijën e shkollës, që shkojnë e vinë në për ujë, në për dhaq, i shadha për ne godisin, nevoj kemë bollë, me në animum ne godit këtë rrugë. Gjithashtu në projektin e miratuar pak ditë më parë nga Bashkia Malësi e Madhe, ky segment rrugor është përfshirë në fondin e investimeve për njësinë administrative Kastrat.